buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Todi ma thonë sa s'po bëj shumë ditë që u ktheva nga Shqipëria në fakt edhe më mungonte pa ky i ftoti e gjerman, por u kënaqa me një gjysmë orë dhe pastaj thash ok, nuk e dua. Mjafton. Ti për ne njerëz sapo filluam të regjistrojmë, përshëndetje të gjithëve. Juve që po e dëgjoni, juve që po e shihni. Jemi me një mikeshën time. Unë nuk e njoh shumë, kam dëgjuar shumë për të, shumica në gjërave të mira, vetëm gjëra të mira, normalisht, edhe jam goxha i intriguar, vetë bisedoj, edhe besoj se edhe juve të gjithë do kënaqeni, për juve do rjeta gjura. Si gjëra? Si mund të përkufizoj unë Dorjeta? Mënyra doa të më japësh një mënyrë më të thjeshtë, më modeste. Pastaj do të pyes për detaje. Si mund të më përshkruash mua? Nuk di, ka disa lloje përshkrimesh, pa ai që mua në fakt më pëlqen më shumë është një aktiviste politike. Më duket gjëja më e thjeshtë dhe në këtë gjë mund të nënkuptohen shumë gjëra. Dorjeta, për ata që din, ti jeton në Berlin, siç jetoj edhe unë, por je i brezit të miqve të mi, që do të thotë ke ardhur vite përpara meje. Mund të të pyes kur ke ardhur në Gjermani? Në çfarë viti ka ardhur ti? Unë kam ardhur në fund të 2014-s. Okej, unë kam ardhur në fund të 2010-s. Domethënë unë kam arritur edhe kohën kur nuk kishim viza, nuk ishin liberalizuar vizat. Domethënë unë kam ardhur në fillim nëntori. Dhe liberalizimi i vizave ka ndodhur më 15 dhjetor 2010, nëse nuk jam gabim, kështu që domethënë pak e lashtë këtu. Pak e lashtë. Dorita, ti gjithashtu ke studiuar këtu apo jo komplet? Po, unë kam studiuar, nuk e di se cilin sistem ke pasur ti, se 4 vite mund të ketë ndryshuar diçka, po sistemi që kam pasur unë është kam ardhur, kam bërë gjuhën, kursin e gjuhës, domethënë, pastaj kam bërë studien kolegun. Dhe pastaj kam studiuar deri në 2020 dhe pastaj kam filluar punë. Deri sa të vajti kjo këtu. Ai unë kam qenë në fakt brezi i fundit me studien koleg, një vit pas meje, edhe ata që ishin futur në semestrin e dimrit, në mes të semestrit thanë ok, u hoq ligji, aplikoni, vazhdoni jetën tuaj. Okay, por që të njëjtin sistem ka për. Për çfarë ke studiuar ti, Dorita? Unë jam një nga ato personat që kam përshtypjen kur bëhet pyetja çfarë do të bëhesh kur ishe e vogël, unë kam qenë gjithkohës dua të bëhem politikane. Nuk e di pse më pëlqente shumë edhe domethënë dija në një kohë shumë, nuk e di, 12-13 vjeç që dija që do studioj patjetër politik, kështu që kur erdha këtu, pavarësisht shumë opsioneve që në fundit të hapen në Berlin ose në Gjermani në përgjithësi, unë e kisha shumë të qartë që dua të vazhdoj politik, kështu që kam bërë bachelor për politik dhe administratë publike në Universitetin e Potsdamit, në bachelor. Po është më mirë kështu se sa ata i thonë, po shiko se unë nuk e doja asnjëherë politikën, po e sollën rrethanat, po jo se më thirri populli mua që të vijë dhe t'i shpëtoj, domethënë është më mirë ta dish që në fillim që e do diçka. Domethënë dhe di që të paktën që nesër pas nesër nëse do jesh reprezentative për një grup apo një qytet apo për një popullsi, le të themi të paktën do jetë dikush që vërtet e bën me qejf dhe ka ndëruar ta bëj gjithmonë. Kjo është nga gjërat më pozitive, komplimente për këtë. Edhe unë në fakt e kuptoj deri diku, mbase jo, sepse është goxha larg asaj që bëj unë, por edhe unë shiqyr ka qelluar fati tillë që kam studiuar vërtet ato që doja që kur isha i vogël, kështu që very nice. Inxhinieri ndërtimi. Okej, domethënë që dikush mund thotë politika është nice dhe që fëmijë, po ti nga e dije që do inxhinieri ndërtimi që në fëmijëri? Shiko, nuk është gjithmonë nga e dija, nuk është gjithmonë nga dituria, ndonjëherë është nga padituria, po më hamën në rastin tim është një miksim i të dyjave, se kisha disa pjesëtar familje ose fare fisnor që flisin për gjëra të tilla, kisha parë emisione gjëra kështu për televizore dhe më dukej kështu fascinating këto për llogaritje gjëra.
që atëherë as nuk e kuptoje dot, nuk filloje dot të kuptoje domethënë, por thjesht ishte dikush që e kishte një projekt në mendje dhe mund ta zbatonte, ishte diçka goxha e pëlqyeshme në mendjen e time prej fëmiu atëherë, kështu që I don't know. Rrezika që bëm atë që deshëm, kështu që Dorita, si ka qenë eksperienca e studimit në Gjermani dhe fush me lule apo më keq se sa e prisje? Um, Tani mund të them edhe këtë pjesën, normalisht unë jam tek mund të kishte qenë edhe më e vështirë, kam përshtypjen, po unë për shembull që në semestrin e parë të universitetit aplikova për një bursë. Edhe do me thënë se për veç bachelor kam bërë edhe 2 mastera më tej, sepse edhe mendoj të bëj edhe PhD, por është një plan në një moment të dytë kam përshtypjen, por dua të them që kam studiuar shumë gjatë, edhe 7 vite të gjithë studimit tim unë kam qenë me bursë, kështu që duke qenë se bursa më lejonte në një farë mënyre që unë përqendrohesha tek mësimet, nuk e kisha atë stresin që mund të kishin shumica e studentëve ose shumë student që si do ja dalim, si janë kushtet familjare, mund të më financojnë prindrit, çfarë pune mund të bëj. Unë kam punuar gjithashtu që në semestër të parë, sepse nuk më dukej jo nuk më dukej arsyeshme, po doja patjetër që edhe të punoja që të isha në një lloj barazie me studentët e tjerë, edhe se nuk është se kisha dhe çfarë të bëja në momentin që të gjithë janë duke mësuar ose duke punuar, më kupton sikur ndihesh edhe bosh në momentin që ke lexuar, ke bërë, po prapë është ajo Ma e se është dhe pak në ambient të këtë kultura që të shtyn domethënë të bësh një lloj pune të vogël, domethënë që një tip belonging, si që t'jesh të gjithë të tjerët më të. Patjetër, edhe kur e shikon, unë për shembull e kam pasur me shumë qejf punën që bëja si kamariere në fillimet e mia, domethënë kam përshtypjen 1 vit e gjysmë, sa që arritën një moment që para se të shkoja në Erasmus, kisha frikë se aq shumë po m'pëlqente puna, thash okay, do lej edhe shkollë dhe Erasmus dhe gjitha dhe do merrem me këtë gjë sepse po më hynte shumë në qejf se fillon jo merr pak përgjegjësitë e puna, jo, domethënë e ke parasysh edhe por që ka qenë pjesa e shkollimit nuk është se ka qenë fush me lule, duke qenë se edhe gjuha ti e ke pasur një eksperiencë për sa i përket kësaj. Unë mendoj që po të kisha studiuar sot me njohuritë e mia gjermanishtes, do i kisha pasur shumë më të thjeshtë, sepse atëherë me vërtet, domethënë shumicën e kohës e kaloja duke përkthyer fjalët që unë duhet i mësoja për ese ose për provime dhe akoma nuk e dija se çfarë fjalësh ishin, por që isha në atë pjesën, okay, duhet i mësoj, këto janë gjërat që unë po i dëgjoj dhe sa ti përktheja në anglisht, pastaj ti përktheja edhe në shqip, derisa të bënte sens në kokën time, kështu që vazhdon edhe sot e kësaj dite që unë jam shumë më mirë në të shkruajturinë e çfarëdo lloj teksti politik në gjermanisht se sa në shqip, sepse ka shumë gjëra që unë nuk i përkthej dot ose i kam mësuar gjermanisht, e di se çfarë kuptimi kanë edhe në të përditshme në çdo gjë, domethënë i përdor gjermanisht. E pa diskutueshme fare. Kjo ma hamendja që është throughout the board, është në çdo lloj profesioni dhe unë ka shumë gjëra për shembull që janë aq bazike që kur i mendon, që unë nuk i di fare në shqip, rreth profesioni, rreth një muri, rreth një ku dëgjon një aparature ose diçkaje, që as nuk i kam dëgjuar ndonjëherë në shqip dhe kur flas me një kushërirën time që është po ashtu inxhinier ndërtimi në Tiranë apo me disa miq të tjerë që janë inxhinierë, domethënë nuk di fare se si t'ia them edhe ne mendojmë them, pa ajo gjëja që vjet atje që bën këtë. E ke parasysh, duke në fakt si pak arrogante nga ana jon, domethënë se ja po ikët ju haruat e bët, por në fakt kjo pjesa pas 18 vjeç kur është aty ku fillon të rritesh edhe mëson atë gjuhën e jetës edhe gjuhën e profesionit, domethënë ka një vërtet ndryshim jashtëzakonisht shumë të madh edhe do vërtet shumë mund që të njëjtat gjëra që ti i përdor të përditshmëri, sidomos në punën tënde që ke jashtëzakonisht të bësh shumë me fjalët. Jo se ne skemi, por ka një peshë tjetër në profesionin tënd. Normalisht është e vështirë ti vesh kam prapa, kështu që njerëzit duhet jenë edhe pak të kuptueshëm me këto sepse përderisa ka një numër aq të madh njerëzish që kanë si veçori, le të themi, se nuk e quaj më problem, atëherë nuk është fake. Kështu që duhet pranuar deri diku apo jo. Po patjetër, plus që tjetër edhe shumë saktë, domethënë fakti që
sidomos në profesionin, mendoj të paktën, në profesionin tim, një terminologji bën shumë ndryshim. Do me thënë se nuk është se ke numra dhe tek numrat është universale në çdo gjë, ndërkohë që këtu nëse përdoret një term gabim në një fjalim ose në diçka, Ile dhe intonacioni. kështu që është pak është vështirësitë e punës, po që është okay. Rita ti po më thej çfarë që sapo erdhe nga protesta. Për çfarë protestojnë gjermanët? Gjermanët protestojnë vdes për këtë gjë sepse protestojnë për aq shumë gjëra, sa që në herë them si ka mundësi që neve në Shqipëri nuk protestojmë për shumë gjëra që në fakt duhet protestonim, për shumë gjëra që duhet të ngrinim zërin etj, por në përgjithësi në Shqipëri protestohet kur janë të iniciuar nga partitë politike, edhe këtu sigurisht unë isha sot me partinë në protestë, por që ishte një protestë, madje një anekdotë vogël. Sa erdha, më mori mami në telefon, më saktë mora unë se e pash më kishë marrë disa herë, dhe i them unë isha në protestë, dhe tha, po pse jeni në protestë, ju kundër kujt keni protestuar, ju jeni pushteti, edhe fillova, okay, do ta shpjegoj një ditë tjetër pak më me intensitet, por që protesta e sotshme ishte në fakt një protestë që nuk e di se sa të mund ta bësh një prezantim të shkurtër të tematikës për ata që dëgjojnë, se një pjesë e madhe janë emigrantë ose expats, si i thon tani, edhe një pjesë goxha e mirë nga Gjermania, por ka edhe të tjerë që i interesojnë të tilla gjëra, kështu që nëse ke dëshirë mund ta prezantosh si temë edhe si problem. Patjetër, uroj shumë që terminologjinë dhe përkthimet të jenë të sakta, sepse do i bëj tani live. Atëherë, para 3-4 ditësh, kur ishte, më duket se të mërkurën, në darkë, doli një skandal, u prezantua në media të një takimi që është bërë në fund të nëntorit në Potsdam, në të cilin ka marrë pjesë shumë, po themi, jo vetëm politikan, po njerëz afër politikës ose njerëz me peshë, të cilët janë në spektrin e djathtë ekstremist. Dhe një nga pikat kryesore që është përmendur ose që është folur në këtë takim është edhe rimendësimi i migracionit në Gjermani. Edhe praktikisht, për ta thënë shumë shkurt edhe qartë, domethënë ishin edhe shumë pjesëtar të Alternativ für Deutschland, AfD, ose edhe njerëz që janë afër CDU-s, ose edhe biznesmen të ndryshëm, me sa di unë, sepse edhe informacionet që kemi janë informacione nga media, kanë qenë diku te 20 pjesëmarrës, dhe praktikisht bëhet fjalë, janë plane me të cilat njerëz si unë edhe ti, ose njerëz që kanë ardhur dhe kanë kërkuar azil, ose persona me origjinë të huaj, praktikisht, si të bëhet të mundur që këto persona t'i dëbojmë nga Gjermania. Dhe kur dëgohet kjo lloj gjëje është normalisht një shok shumë i madh, sepse këto të kujtojnë histori shumë të zymta të Gjermanisë. Edhe për këtë arsye, ne në partinë tonë kemi shumë kohë që flasim për këtë lloj problematike që mund të bëhet realitet një ditë, ose duke parë për shembull në lande të ndryshme të Gjermanisë që partitë ekstreme të djathta po marrin dhe po përfitojnë aq shumë përqindje. Domethënë rreziku është shumë aktual, por kur lexon edhe konkretisht se çfarë është thënë në këtë takim, normalisht të kap po flas jo vetëm për veten si një person që pavarësisht se unë kam pasaportë gjermane, në këto planet e të djathtë ekstreme normalisht isha dhe unë e përfshirë, ishin të përfshirë edhe gjermanët, të cilët na ndihmojnë ne të huajve, pra me politikat e tyre të majta, që ne të qëndrojmë në Gjermani ose që të marrim pasaportë etj. Kështu që është shumë shokuese dhe njëkohësisht ishte shumë do me thënë se të shihe sot diku te 25.000 njerëz në Berlin, 10.000 njerëz në protestë në Potsdam, do me thënë që janë po mblidhen kundër këtyre rrymave të djathta ekstreme.
ta shpjegova më pak më me detaje se të ndoshta e doje, por që Jo, pak a shumë kjo është. Fiks, ishte thjesht perfekte. Për të reguar pak cinik të më, si arritëm prap deri këtu? Arritëm. Okej, unë s'e kam pasaportë. Si arritët juve, se juve jeni gjerman. Si arritët juve prap deri në këtë pikë, domethënë, si ka mundësi që me gjithë ato lloje, le të themi, deri diku indoktrinimi që u bë edhe fëmijëve në për shkolla, domethënë që gjatë kohës i implementohet fakti që shifet se ka ndodhur kjo gjë, edhe duhet ta harojmë që është e keqe, është kështu, është ashtu, është një gabim që ka ndodhur edhe i thuhet edhe në çdo lloj momenti sa herë që jepet rasti kjo gjë komunikohet dhe rikomunikohet. Dhe duket si një brez, pak brezi im edhe më të vegjël se ne janë të rritur me një kështu tip kështu German guilt, me një si themi me një fajsi, domethënë, edhe prap ne shikojmë gjëra të tilla, domethënë me sytë tanë, me veshët tanë, i lexojmë diku, tani se nuk mund të tregojmë skeptik dhe për gjëra që nuk ja vlen, që ndodhin gjëra të tilla, domethënë që se absurditeti që të ketë tani të prapambetur edhe racista dhe ignorant që të kërkojë që Bleoni të iki është diçka, domethënë, por të fillosh tani të kërkojë edhe ata që janë lindur këtu, domethënë thjesht duken pak ndryshe ose ata gjermanë që ndihmojnë, kjo kalon në një farë grade tjetër, domethënë, dhe unë këtë do doja, domethënë, thjesht ta ludonim ose të mendonim me zë të lartë së bashku, domethënë që si ka mundësi, si arritën prapë deri këtu. Gjëja e parë që dua ta bëj qartë që nuk ka asnjë lloj ndryshim mes një personi që ka lindur këtu, një personi që ka ardhur dje, një person që do vi nesër, një person që ka marrë pasaportë, një person që nuk ka marrë pasaportë. Domethënë kjo është një gjë në mënyrë kategorike që unë nuk e pranoj dhe domethënë është nuk ka asnjë lloj ndryshimi mes një personi që ka pasaportë ose jo, por prapë dalim pastaj te ideologjia ime shumë e madhe që thotë që të gjithë jemi njësoj, të gjithë jemi të barabartë, Jo, unë them përpara ligjit. Unë them përpara ligjit. Për ne ndryshime kemi përpara ligjit, sepse mua mund të ma heqin vizën, kurse ty s'ta heqin atë pasaportë. Edhe mua ma heqin dot pasaportën. Edhe mua ma heqin dot pasaportën, po në moment është shumë interesante, në moment që kam marrë pasaportën dhe kam lënë atë shqiptare, është një lloj, domethënë një poshtë unë të titël, ku thua që nëse për shembull bëj këtë ose nëse se nuk jam asun, po themi pavarësisht se kam pasaportën gjermane, nuk jam e njëjtë me gjermanët e lindur. Po është një histori tjetër kjo, por te ideologjia dhe te njerëzit që protestojnë, ato për shembull gjëja që dëgjoj shumë shpesh unë është që dikush që për shembull nuk më njeh fare se kush jam, thjesht mund të flasin në rrugë ose whatever, edhe në momentin që futemi pak më shumë në diskutim, dhe unë e ndjej që pyetja e parë që më bëhet është, okay, po nga vjen? Edhe unë i them, unë jam nga Grunewald, këtu një lagje në Berlin. Jo, po nga ku ke lindur? I them, ç'është, sepse është një pyetje që unë nuk ja shtroj dot, domethënë po është aksenti im ose dhe domethënë futem në direkt në një konfrontacion sepse kjo është një gjë që nuk është gjë tjetër në momentin që unë them, mua po mos më pyesësh në fjalinë e dytë, unë e them vet, jam shqiptare. Deti jonë, etj, por në momentin që nuk është fare pjesë e bisedës, dhe dikush që nuk më njeh thjesht se dëgjon që unë kam një aksent, më pyet direkt, është domethënë një ndjesi jo shumë e mirë. Saying that, në bisedë më tej, në momentin që e shikojnë që unë filloj duke folur që shikoj se nuk e kuptoj ku është lidhja e prejardhjes sime me bisedën që po bëjmë, shikoj sepse ti, dhe e gjej shumë shpesh, jo ti je Gute Ausländerin, ti je një migrant ose një huaj shembullore, sepse ti ke studiuar, ke bërë këtë dhe nuk ka gjë më ofenduese sa të gjoj këtë gjë, sepse ky lloj Gute Ausländer, unë schlecht Ausländer, është një lloj perceptimi që e kanë njerëzit që në fakt nuk duan ta pranojnë që janë racista, sepse nuk mund të bësh dallimin mes të gjithë kushdo që ka ardhur këtu, ti nuk ke asnjë lloj të drejtë, le të themi, të vendosësh ti se kush është për ty i pranueshëm dhe jo i pranueshëm. Dhe duke thënë këtë, të dalim të drejtë kanë, thjesht duhet të përballen me faktin që janë racista, kaq. Po, kjo është pastaj, domethënë kjo është jo po mundohen që të justifikojnë ndonjë fjali ose ndonjë mendim që mund të kenë, që është, shikoj, çdo njeri ka drejtën e vet të mendojë çfarë të dojë, po në momentin që është një tatzahe, në momentin që është një fakt, atëherë le t'i quajmë faktet siç janë. Gjithsesi ka disa arsye kam përshtypjen sepse njerëzit kanë arritur në këtë pikë ose ne si shoqëri kemi arritur në këtë pikë. Një nga gjërat më kryesore mendoj unë
është vota e protestës, shumë kanë atë ndjesinë që nuk dëgjohen, nuk kanë asnjë lloj mundësie se si të arrijnë politikën, nuk kanë asnjë lloj mundësie se si të kenë ndikimin e tyre në vendimmarrje dhe ndihen si jo të marrë seriozisht. Dhe kjo është një masë shumë e madhe e popullsisë gri, po themi, e votuesit gri. Një arsye tjetër është edhe pasiguria që kanë. Në momentin që unë dalë në rrugë dhe nuk ndihem e sigurt, natën si femër sepse mund të më ndodhi diçka, ose në momentin që unë si kryefamiljare nuk ndihem e sigurt se çfarë mund t'i ndodhi fëmijëve të mi, ose më kupton, bëhen shumë pika bashk, të cilat kjo që po them unë nuk justifikon këtë lloj mendimi, thjesht po mundohem të them arsye sepse njerëzit gjë e parë Se referohen këtyre, domethënë këtyre partive që japin këto si tip pseudo zgjidhje të thjeshta, domethënë është Patjetër, domethënë është, okay, zgjidhja më e thjeshtë që prezantohet gjithë kohës ose si zgjidhje e parë është okay të heqim të gjithë të huajt. Po bëhet fjalë për miliona njerëz sepse në momentin kush është i huaj? Kë quhem të huaj? Quhem një njerëz që ka lindur këtu po që i ka prindrit me prerade të huaj, quhem një njerëz që ka marrë pasaportën që por nuk ka lindur këtu, quhem një njerëz që ka ardhur si azil kërkues, quhem një njerëz që është duke studiuar këtu, domethënë është dhe kaq shumë bëhet fjalë për miliona njerëz, diku te 20 e ca milion gjerman e kanë një preardhje të huaj dhe më duket se 12 milion, se po i lexoja statistikat, domethënë numrat edhe isha 12 milion janë të huaj. Kështu që është shumë e thjeshtë të gjejmë gjithmonë gabimin tek të huajt. Më kujtohet një shprehje që kemi pasur në Shqipëri kur për çdo gjë kishte fajin Saliu, edhe binte shi e ka Saliu fajin, edhe këtu kështu jemi bërë që çdo lloj gjëje që nuk funksionon, migracioni. Migracioni, domethënë, mirëmëngjes, migracioni ka faj, natën e mirë, migracioni ka faj. Po që është një gjë që është nuk Unë nuk mendoj në fakt, unë kam ca mendime të mia. Sot jam në një kështu power saving mode, domethënë sepse nuk jam në periudhën time më të shëndetshme, por që jam goxha pasionant për disa ideale politike, por ndryshe nga ato që unë kam normalisht. Unë punoj në industrinë e ndërtimit. Në mos më është një nga industritë më konservative të mundshme, kështu që unë këtë kuptoj jashtëzakonisht mirë për çfarë lloj njerëzish jetë duke folur, sepse hasem ditë që ka bërë Zoti, nuk e di, së mbaj mend ndonjëherë në një ditë domethënë mos të kem diçka të tillë, por u fajnë vë direkt politikës edhe për të qenë pak më i saktë politikave të gabuara ekonomike, domethënë që ka ndjekur Gjermania këto 5 deri në 10 ose edhe pak më shumë vitet e fundit, që për mendimin tim e kanë çuar këtë shtresën e mesme në degradim sipër, që domethënë sa vjen e po zvoglohet, të paktën në sytë e mi, nuk vë dorën në zjarr që e kam fakt të kryer ose ide të saktë. Por shumë njerëz domethënë që në fakt nuk duan të merren me politikë, thjesht duan të bëjnë atë gjën e tyre dhe të fitojnë sa më shumë, që të krijojnë sa më shumë për veten e tyre edhe për familjen e tyre, detyrohen të bëhen pjesë e diçkaje që jo domosdoshmërisht duan të bëhen, detyrohen të paguajnë taksa që jo domosdoshmërisht janë të bazuara diku, të paktën për mendimin tim ose bëjnë sens, ose të paktën në masën që ato implementohen janë pak më shumë se sa që duhet të ishin, dhe normalisht është shumë e thjeshtë në një gjendje kritike kur krijohet një mbi ngarkesë ekonomike, shpirtërore, terrori, lufta Ukraina, Izraeli, Covidi, gjëra kështu, dalin gjithmonë këto pseudomesia, domethënë që do e zgjidhin çdo gjë me një lëvizje të atij shkopit magjik, domethënë, dhe një individ i tillë që është kaq, le të themi, i rrënuar mendërisht, sepse nuk po gjen dot zgjidhje, nuk po gjen dot largim nga këto problemet e përditshme, i duket domethënë se një gjë si AFD-ja apo ku dijon çka janë këta të trashët e tjerë që kanë ngelur nga ajo lloj ideologjie do të japin zgjidhje, domethënë. Edhe unë mendoj që fajin më të madh kanë dy partitë e mëdha në përgjithësi,
Të më thënë sepse jo se unë nuk jam fan si i këtyre bipartijakëve, të më thënë si Amerika që ka ose njërën ose tjetër, nuk jam fan fare. Por flasim për dy entitete, do më thënë që deri parazakosh kanë pasur edhe vazhdojnë të kenë, por jo në siç më përpara, po një besueshmëri shumë të madhe në popullsi. Gjermanët janë goxha të vetëdijshëm, goxha të shkolluar, nuk janë si ne për shembull, ne votojmë akoma individin, kurse këta të paktën bëjnë debate politike, debate taksash, debate ideologjish. Kjo është gjë shumë herë më e përparuar se në Shqipëri. Domethënë, në Shqipëri nuk e dinë se për çfarë paguajnë taksat ose çfarë taksash paguajnë. Edhe më ha mendja që duke u humbur shpresa, duke u venitur shpresa dhe duke mos u ndjerë të përfaqësuar se ti e përmendëm përpara, unë më falni nëse përsëris. Është një pjesë shumë e madhe e shtresës mesme, sepse unë besoj që fatkeqësisht as ai varfri nuk ka ai zërin ai shumë të fortë, e shtresa e mesme, që kur Oda, okay. Është si ato bashkësitë ku pritet shtresa e mesme me stresën ngri, domethënë kjo që i përket të dyjave, për mendimin tim ai është kingmakeri dhe partitë e mëdha, domethënë që janë, le të themi deri diku qendër e djathtë dhe qendër e majt, sepse SPD-ja nuk mund të quajmë një të majt të thellë ose radikale, është një e majt akoma që i ka që it's healthy still. Kështu që njerëzit kanë humbur shpresë dhe unë nuk e di çfarë këto dy parti po bëjnë. Po, ajo që thua ti nuk është shumë në kundërshtim me atë që them unë, sepse në fund, domethënë më shumë është kam përshtypjen një kombinim i të dyjave, sepse njëra sill tjetrën dhe tjetra, domethënë nuk është se mund ta ndash nga njëra tjetra, sigurisht që unë jam me mendimet kur them protest, nuk del njeriu kot në protest. Të jesh një votues proteste, do të thotë që ti si votues e ndjen që asnjë nga këto parti nuk të përfaqëson sepse këto bëjnë politika që ty nuk janë në favorin tënd ose nuk janë në kuadrin tënd. Dhe unë shikoj kritikën edhe jam edhe vetë me mendimin që në momentin që SPD bën edhe politika ose më saktë është e detyruar dhe shumë shpesh, nuk dua të mbroj asnjë lloj partie sepse unë këtu flas si një person shumë domethënë kam mendimin tim edhe nëse është kundra mendimi im kundra mendimit që përfaqëson partia për të cilën punoj, nuk është se kam shumë problem ta them sepse nuk e bardha zeza është e zezë në fund ditës. Por që ajo që është shqetësuese është në momentin që të dyja partitë e mëdha që quhen edhe Volkspartei, domethënë Partitë e Popullit, quhen Partitë e Popullit sepse kanë pasur gjithkohës një përqindje shumë të madhe të votuesve, ndërkohë që përqindja e tyre vjen domethënë çdo ditë më shumë po zvogëlohet dhe nëse do pyes është për një kritikë që vjen edhe nga brenda partisë për partinë është që neve nuk po qëndrojmë më për idealet tona. Sepse nëse një parti si SPD është për migracion, për shembull sa më shumë migracion, del kryeministri ose kancelari dhe thotë jo, do vi momenti që të bëjmë edhe abschiebung auf große Masse, se nuk e di tani si ta them në shqip. Domethënë që janë gjëra që ti nuk i prek nga partia, por në momentin që vetëm të ta shtoj pak edhe fundi që ta lidhim edhe pak me kontekstin shqiptar është që mbështeti dhe ideja e Melonit për të bërë një tjetër kamp, nëse ajo ideja e Melonit me Rama do funksiononte, ai e përshëndeti faktin që mund të bënte diçka të tillë dhe Gjermania në territorin shqiptar. Shiko, po. Se do dalim nga një temë në një temë tjetër. Thjesht për ta shtuar, domethënë që ishte pro një kamp i përshëndrimit të tillë. Shiko, po të marrësh gjithë, domethënë se më the edhe një fjali më parë që edhe këto dua ku po bëjnë ndryshimin e votuesit gjerman me votuesin e Shqipërisë, unë jam pavarësisht se nuk më intereson për pozicionin që kam tani, kjo që do them gjithsesi për mendimin kjo është e vërteta që votuesi ka gjithmonë të drejtë. Edhe në momentin që në Gjermani po shohim një rritje aq të madhe të votuesve që duan të votojnë partitë e djathta ose të djathtat ekstreme, unë shikoj ajo është një reakcion i aksioneve që merr politika.
Më kupton? Nuk është se dikush çohet nga hiçi dhe thotë kam votuar gjithkohës Partinë Socialdemokrate, ato kanë bërë punë shumë të mirë, po unë kot, po provoj diçka tjetër. Se ku që ka kjo? Domethënë nuk funksionon kështu. Kështu që në momentin që është e njëjta gjë siç kishim para një jave ose vazhdojmë të kemi protestat e Landwirt e fermerëve, right? Po. Të fermerëve. Kishim një diskutim shumë të madh edhe edhe në punë etj edhe në ambiente, se tani ka ardhur ai momenti që shumica e shoqërisë janë edhe kolegë pune, se me ato je gjithkohës. Edhe po diskutonin për faktin që, domethënë, një nga momentet kyçe kishte qenë kur ministri Habek po vinte nga pushimet e tij private dhe familjare dhe një grup shumë i madh i fermerëve i dolën përpara dhe nuk e lajnë që ai të zbriste nga ania ose tragedia ose whatever tani si quhet fix në shqip. Dhe unë jam një nga ato njerëz që gjithkohës them që dhuna nuk del me dhunë dhe kësaj gjë nuk kam për t'i lëviz kurrë. Por, e vë gjithmonë një por aty mbrapa, sepse them, ok, unë e kuptoj që është një gabim shumë i madh kjo që kam bërë, sepse ai ishte në momentin e tij privat, por në momentin që unë jam një fermere dhe kam kaq shumë vite, 30 vite, që them, shiko, kjo lloj politike që bëni mua më falimenton, kjo lloj politike që bëni mua nuk më lë të marr frymë, kjo lloj politike që bëni mua nuk më lë që as të prodhoj mjaftueshëm, po as të kem mjaftueshëm, as të paguaj dot punëtorët e mi etj, dhe askush nuk e merr parasysh nga politika, vjen një moment që enough is enough. Dhe unë nuk po them dhe e ripërsëris wir dulden gewalt nicht. Domethënë nuk jemi nga ato që themi dhuna arzidhja, kurrë në kurrës, por është shumë e thjeshtë për mua nga një zyrë në mes Berlinit të them, po ç'është kjo dhunë që bëjnë? Sigurisht që vjen momenti që njeriu bëhet i dhunshëm në momentin e parë, jo në momentin e parë, po në momentin që mbushet kupa dhe ti e shikon që mënyra që ti ke zgjedhur deri në atë moment, nuk ti ka marrë njeri parasysh. Kështu që saying that, çdo lloj gjë që po ndodh, është një reakcion i aksioneve deri diku ndoshta të gabuara që kanë marrë të gjitha jo regjimet, por të gjitha koalicionet e 30 viteve të fundit. Dhe tani jemi në atë pikën që themi, okay, por nuk është, unë nuk jam fare surprizuar që është një numër kaq i madh njerëzish i palumtur, sepse ti e dëgjon e ignoron, e dëgjon këtë e ignoron dhe në një moment që ajo bëhet masë dhe ti nuk e ignoron. Falë Dorita, unë këtë nuk kuptoj domethënë. Këta janë politikanë karriere, nuk e kam prerë të parë që u bëjnë politik. Kur e shikojnë, është kaq e qartë. Edhe unë që nuk e kam ide fare se si funksionon politika, domethënë me aq imtësi sa e keni ju që e bëni për ditë që merreni, që takoni njerëz, që flisni, që bëni eksperimente sociale, gjëra domethënë që e keni për ditëshmëri. Unë prapë arrita kuptoj sa njerëz të palumtur janë. Tani ata atje sipër që e kanë fuqinë të vendosin. Kaq të vështirë e kanë ta shohin atë çfarë është në të vërtetë. Jo, e di kush është gjithë problemi. Problemi më i madh është, për shembull, do të jap një shembull tjetër. Po të shohësh statistikat, thuhet që kaq përqindje e njerëzve, një përqindje shumë e madhe, nuk janë të lumtur me qeverisjen e tanishme të Olaf Scholz. Dhe ti thua, wow, okay, gjëja e parë kur e lexon këtë gjë thu, po sepse sigurisht kjo qeverisje nuk bën asgjë. Por në të njëjtin moment u shoh që janë bërë brenda 2 vitesh, janë mbi 2/3 e ligjeve ose e atyre që është thënë në koalicion vertrak, në kontratën e koalicionit. Në kontratën e koalicionit është bërë 2/3 për 2 vite. Por askush nuk e dëgjon, askush nuk e merr parasysh sepse nuk komunikohet kjo. Komunikohet gjithkohës ajo që nuk po funksionon. Komunikohet gjithkohës ajo që sepse shiko po flasim edhe për një shoqëri e cila po ta krahasoj me Shqipërinë ose me vende të tjera, se kisha edhe para një jave një krahasim me Rumaninë për shembull. Këtu nuk flitet më për ke apo nuk ke ushqim në shtëpi, ose domethënë kemi në Shqipëri për shembull kemi probleme të tjera bazike dhe në Shqipëri nuk të merr njeri parasysh kur ti flet për, okay, po flasim për se nuk dua edhe ta përgjigjsoj, po ka për shembull probleme që në Gjermani ne I bëjmë shumë probleme, për shembull të gendersh ose të bësh në banjot publike një banjo të tretë ose një banjo, domethënë këto janë probleme që në Shqipëri ti thua seriozisht e keni, po e kuptoj sepse atje ka probleme ndoshta shumë më të mëdha, por në të njëjtën kohë ka njerëz që
e kanë me vërtet shumë problem të shkojnë në një banjë publike në momentin që ndihen të atakuar si të banjoja e grave, si të banjoja, domethënë është një tjetër lloj diskursi ka arritur këtu dhe çdo lloj gjë që ti të bësh të tretë atyre që ke marrë domethënë që ke thënë që do i bësh për 4 vite, i ke bërë për 2 vite, por në qoftë se unë në shtëpi nuk e ndjej atë ndryshimin, ti mund të bësh shumë më shumë, po unë prapë nuk do të votoj, sepse dhe ky është gjithë problemi, komunikimi që ne kemi, kam përshtypjen si qeveri, po flas për qeverinë në Gjermani, është gjëja më problematike, sepse zakonisht pritet që ti të bësh këtë. Këtu pritet që çdo gjë që ti ke thënë ta zbatosh, më kupton? Nuk është se pritet të njerëzit të surprizuar që ti po bën diçka, por ai që është gjithsesi entohesh, që është gjithsesi jo i impresionuar nga ajo që po bën ti, nuk do e impresionosh dot më, sepse dercuki sa ke fan. Edhe në këtë pjesë jemi tani që janë Mendoj se detektojë partitë si SPD-ja dhe CDU, CSU u infektuan nga i virusi jeshil i këtyre 10 viteve të fundit, sepse përqafuan disa gjëra, domethënë që i kishtin si flamurtar të jeshilet, edhe këto u futën të gjelbrit, të gjelbrit, sorry. Ca nga koalicioni, ca thjesht nga ideologjia, ca thjesht sepse është trendi, se edhe trendi është shumë i bukur, sidomos me të rinjtë të gjërat e tjera, domethënë edhe ma hamendja që humbi pak ajo ideja, domethënë e racionalitetit financiar që mund të pritej nga një qendër e djathtë ose nga politikave sociale të mira që pritet nga një qendër e majtë si SPD-ja, domethënë humbo këto gjëra. Që këto që janë në fakt bërthama, se believe me, në qoftë se nobody gives a fuck about the environment, në qoftë se ke probleme në shtëpi, në qoftë se nuk të del rroga deri në fund të muajit, të më thënë ti as si nuk të kalon fare në mendje. Mund ta djegësh edhe vet, të gjithë tokën domethënë. Është si ajo piramida, ku është domethënë kështu që është gjithmonë një debat që u bëj se nuk e di, nga që kam një mënyrë agresive të folurit, domethënë kanë etiketuar me shumë gjëra rreth djathtës, por dua të jem shumë i qartë në fakti që ka prioritete njeriu edhe këtu vërtet nuk ka probleme që të kenë bukë në shtëpi apo gjëra të tjera, domethënë janë vërtet tematika të tjera, por është goxha e padrejtë për një gjerman që paguan taksa edhe punon çdo ditë, edhe që në vend të dëgjojnë një debat rreth pse akoma ekziston klasa e 6 të taksave, që është gjë idiote në princip, por dëgjojnë çdo ditë domethënë të gender se morëm. Okej, do ta bëni, bëjeni, kaloje. I don't care. Është jeta e tyre plak. Unë s'dua të merrem me to. Unë dua të merrem me diçka që si do më rrizi mua, si do e bëj familjen time më mirë, si do e bëj shtëpinë time më mirë. Edhe një banjë po mund të jetë për komunitetin, deri diku që do japi një farë lloje paqeje apo ku dëgjon, do sjellë gjëra të bukura, fush me lule, I don't know. Por duhen këto gjërat që vërtet kanë një lloj ndryshimi. Shëndetësia ka vajtur në fund. Unë isha të premten për zotin, isha në nota ofname në emergjencë, ka pritur 4 orë. Unë ja thash përpara që un kam pajam, thash. 4 orë. 4 orë kam pritur për të marrë një antibiotik. Që unë paguaj diku tek 370 a 400 euro në muaj, domethënë me përqindje, sigurinë shëndetësore. Edhe që nuk i bie njeriu në qaf. As nuk vete, as nuk ka marrë një kran kshaj bukota, as një lloj gjëje. E kupton? Një herë që mu desh 4 orë. 4 orë, ka vajtur në orën 10, ka dalë 2:30. Tani unë nesër pas se kur të marr pasaportën nuk mund të votoj tash njerëz që më thon të paguash edhe këtë, të paguash edhe çik më shumë nga kjo, kur ti me këto që ke job fail domethënë, nuk e sjell një produkt. Po tani se po e bën edhe ti pak jo para punës një herë të shkuar. Unë e shoh si njeri i thjesht, ma lejo këtë. E kuptoj, gjithsesi neve në forshun, e themi gjithkohës që asnjëherë nuk shihet nga problematika, nuk shihet asnjëherë nga këndvështrimi personal, sepse nga këndvështrimi personal edhe unë mund të thoja të njëjtën gjë. Isha edhe unë një ditë para Krishtlindjeve në nota ofname, skandalitet i madh, domethënë nuk unë them edhe këtë pjesën tjetër në Gjermani, shëndetësia ka disa gjëra shumë të mira, të tipit në momentin që ti je vërtet shumë keq të shpëtojnë. Domethënë kam pasur eksperjenca shumë, edhe e dija që po të isha në një vend tjetër, unë nuk do isha marrë kur veten, por në momentin që ke gjëra të tipit grip, bajame, gjëra që
Më kupton, ndihesh aty dhe thu po si ka mundësi dhe sado, domethënë ti the një shumë se sa paguan siguracion, ka njerëz që paguajnë shumë më pak, whatever, por kjo është një lloj ndjesie që kanë të gjithë në momentin dhe ne mund të merremi edhe me probleme që ka sistemi shëndetësor, duke filluar që nga mungesa e domethënë ka shumë pak mjek, shumë pak Nëse personeli, stafi e themi. po, Të huaja janë si stafi, fjalë të dyra, po që personeli ishte fiks tamam. Kështu që domethënë ka shumë probleme dhe sigurisht që e kuptoj që kur si një pjesëtar i këtij komuniteti të madh, thua po si ka mundësi se s'po i bi, me vërtet ato që thua dhe ti s'po i bi njeriu në qafë, pse nuk funksionon asgjë. E kuptoj edhe një gjë tjetër për shembull që ndodh që nuk ka lidhje tani me Bundestagun ose me Gjermaninë, po e njëjta gjë na ndodhi para një viti kur kishim zgjedhjet në Berlin, në landin e Berlinit, kur fitoi partia tjetër, partia e djathtë, domethënë CDU-ja, sepse SPD, Partia Socialdemokrate kishte një jetë që ishte në qeveri dhe pse duhet ta zgjedhim ne prapë të njëjtën parti në të cilën ti nuk merr dot një takim në Bürgeramt, nuk merr dot, domethënë është shumë probleme dhe këto janë probleme që e prek individin e vogël, të kësaj shoqërie që thot, ore, po unë me vërtet paguaj këto taksa, po sikur të më përmirësohet një ditë nga jeta ime ose të ma bëj jetën më të thjeshtë. Fiksi ai individi më trajto dhe mua sot më. Kupton se Për këtë për individin po flas, sepse shiko, edhe unë të njëjtat probleme kam, se edhe unë shumë njerëz për shembull është shumë interesante se marrin në telefon thonë, shiko, po më s'ka dhënë pasaporta, ke ndonjë mundësi me që punon për shtetin edhe unë jam kështu. Jo. Nuk kam asnjë mundësi, edhe unë do pres në radhë. Po shiko shefja jote, edhe shefja ime pret në radhë, edhe është me vërtet kështu. Edhe domethënë më e madhe ka qenë kur më pyeti një shoqe, se tani se më kujtohen kështu gjëra. Ska eksperjenca personale janë më të mira për ata që dëgjojnë se e lidhen me shumë. Po ishte kjo me vërtet shumë mendim në Shqipëri, një shoqe në Shqipëri që nuk e di nëse do të na gjë, po e kam shumë për zemër, gjithsesi nuk është bëjmë më shumë sa gjimnaz, whatever. Edhe më thotë shiko, tha, kam një pyetje, me që ti njeh njerëz, okay, tash kush e di se kur e nisin kështu, ose janë njerëz që janë në Berlin edhe kanë nevojë për ndonjë gjë, ose mund të kenë dëgjuar ndonjë informacion edhe unë mundohem të them okay, sipas meje jo ose po, whatever. Shkoda se do vi Beyoncé në Gjermani edhe më duhen 2 bileta edhe nuk po bëja lidhje në vetëm tim, thash unë jam as menaxher e koncertesh. Nuk kam unë me ta. Po, jo da sepse me shumë mundësi kur të vim Berlin aty, ju keni në kontingent se je punon për shtetin. Nuk ke ide, nuk e merr dot vetëm po qeshja, se thash okay. Po s'punoj për një novelie edhe. Po si t'ja shpjegoj që nuk funksionon kështu. Po shiko se po të kishe ti, po do doje ti për vete bileta për Beyoncé, mos më thuaj që s'do i merr dot. Ore një as se pas kam ditë një që vjen Beyoncé në Berlin, aq e pa rëndësishme është për jetën time. Por okay. Le të themi që ka njerëz që ju duket whatever. Po të futem, unë nuk kam, se di, ngela. Gjithsesi, problem shumë i madh puna e pakënaqësisë së popullit për momentin, edhe uroj shumë që Po Dorita, ajo gjëja që ne nisëm domethënë në pjesën e politikës, këto gjëra që po ndodhin me këto të djathtë, domethënë këto mbledhjet, këto mendime ose ideologji domethënë të rrezikshme, që janë gjatë provuara që janë të rrezikshme, se historia është e freskët. Tjetër, po. Çfarë do të thonë për ne domethënë si emigrant? Edhe në qoftë se mund të ketë, çfarë mund të bëjmë ne kundër këtyre? Në momentin e parë që marrësh pasaportën të votosh një parti demokratike, kjo është gjë e parë, kryesorja. Bishaka, e dyta, çfarë mund të bëjmë ne? Shiko, është nuk kemi ne problemi, se shumë shpesh do paraqitet edhe sikur ne njerëzit që kemi ardhur, ne që po zaptojmë Gjermaninë, ne që po ju marrim vendet e punës, ne që vim këtu edhe bëjmë, domethënë kjo lloj ideologjie, po ne nuk kemi probleme, se sado që unë të punoj gjithë ditën, në momentin që i pari shqiptar, dhe le të jemi ne 1 milion shqiptar që vim këtu dhe bëjmë çdo gjë të mirë, në momentin që i pari shqiptar vjen edhe bën një krim,
jemi të gjithë ne të futur në të njëjtin thes të njerëz të hamëse nga Shqipëria, ju vetëm Krim e dini. Më kupton, domethënë, po nuk është kjo, nuk ne kam shumë vite edhe kur kam qenë te Bursa që bënim seminare pafund, thoya që shiko se duhet ta shohim problemin, jo ne jemi problemi. Ne siç vim, nuk vim mund të kemi ardhur 20 shqiptarë këtë vit, secili nga ne ka një perspektivë ndryshe, një mendim ndryshe, ka një mënyrë jetese ndryshe dhe po ta marrësh të gjithë njerëzit që ne takojmë këtu janë edhe ato gjithë të ndryshëm nga njëri tjetri, kështu që as Krimi nuk ka nacionalitet, nuk ka preardhje, nuk ka asnjë lloj gjë, domethënë siç vim me të mira dhe me të këqijat tona dhe me problemet, po edhe me po themi me mendjet e ndritura që mund të sjellim. Kështu që ne përveç asaj pjesës që secili të mundohet të bëjë atë punën e vet, po them, si që bën një Gjerman për ditë, këtu nuk mund të bëjmë asnjë gjë tjetër. Të angazhohesh gjithandej të bësh sigurisht nëse pyetja shkon në këtë drejtimin, çfarë mund të bëjmë ne me që jemi në rrezik, sepse un jam nga ato njerëzit që jam, domethënë, kur them që shikoj se situata është emergjente, është me vërtet ka arritur një pikë që është në një fazë që është shumë në eskalim e sipër. Sepse po të shofësh përqindjet që në këtë moment që nëse do bëheshin zgjedhje, një CDU dhe një AFD kanë mbi 50% votave. Dhe në momentin që partia e djathtë qendrore vendos të thotë, ok, do bëjmë koalicion me partinë e djathtë ekstreme, mbaroi ky muhabet. Se nuk e se çaj, domethënë nuk e se çaj bën. Mendon se do shkojë vërtet deri atje puna? Po kjo është një gjë që mund ta vendosë vetëm CDU-ja. Më kupton, prandaj duhet që ne të gjitha partitë e tjera të arrijmë të bëjmë atë lloj prandaj kur të thash mjafton që të votosh një parti demokratike, domethënë ne kemi zgjedhje tani me 11 shkurt këtu në Berlin, zgjedhje, ripërsëritje të zgjedhjeve, le ta quajmë kështu. Dhe vetëm ajo që themi është, ju lutem vetëm shkoni votoni dhe ju lutem votoni një parti demokratike, jo një parti fashiste ose ku diu një parti e cila kupton ka arritur puna deri aty sa të gjitha partiet. Ju që jeni në Berlin, që keni pasaportë thjesht, AFD-n edhe linket lejni, gjeni në një gjë tjetër. Jo, linke, shiko, linke nuk mund ta vetëm AFD është ajo partia. Linke, nëse un jam pak e majt vetë, jam Shiko, është e frikshme në fakt. Ke parasysh se në qoftë se jetë dikush, për shembull, unë e shikoj veten time të krijoj një jetë, të krijoj një familje në një vend të tillë, edhe me dhe fëmijët e mi kur dalin nesër pas nesër, do të duken shumë ndryshe nga unë. Ke parasysh, edhe janë larg, goxha larg Übermenschit, domethënë, të paktën të librit fundit, jo të parit. Kështu që është një çik merak, domethënë kur vazhdon të jetë akoma. Mendoje se deri në 2023 do kishin kaluar këto gjëra, por a mos ndoshta këta janë një popull i tillë, a mos ndoshta ky paragjykimi kundrejt gjermanëve, domethënë mund të ketë pak vende, si ka mundësi? Absolutisht jo, dhe nuk do doja, domethënë nuk do e pranoja në asnjë lloj momenti këtë lloj paragjykimin, sepse unë paktën ka njerëz që mendojnë kështu dhe gjëja që neve nuk duhet lejojmë kurrë është që të bëjmë diskursin ne kundra tuajve ose ne tuajt kundër gjermanëve. Domethënë është gjëja që në qoftë se ka diçka që partive ekstreme të djathta ju konvenon ose është në qoftë se ato arrin që të kthejnë të huajt kundër partive establishment, sepse aty pastaj mori fund çdo gjë. Dhe është një gjë që unë, domethënë po të dal tani në rrugë dhe çdo lloj gjë që të më ndodhi, unë nuk do them kurrë që shiko se gjermanët janë kështu, siç e kemi menduar, siç kjo po historia po përsëritet etj. Në sigurisht në çdo lloj nuk janë vetëm në Gjermani që po rriten djathtat ekstreme, ti po të shohësh, domethënë partitë populiste dhe të djathtat ekstreme po rriten në shumë vende të botës, Europë ka vite me këtë gjë dhe po rikthehet prapë. Domethënë është një fenomen që nuk është fare gjerman dhe unë mund të them edhe këtë gjë tjetër që ta thash, nuk nisemi nga vetja dhe nga eksperienca personale, por
shoqërinë dhe njerëzit që mua më kanë suportuar më shumë këtu nuk kanë qenë as shqiptar, as angles, as whatever, kanë qenë gjermanët që, domethënë, në momentin e parë që po unë kam edhe jam dhe nga natyra kështu jo kërkuese, po që i konfrontoj njerëzit dhe them okay, ti ke dy sy, unë kam dy sy, kush pse duhet të jenë dy syt e tu më të rëndësishëm se të mi? Ti ke mend, unë kam mend, kush është ti je kështu, unë jam kështu, domethënë hajde të flasim dhe të shohim se kush është, sepse të jesh të ndryshëm ose sa më shumë perspektiva që ne sjellim, aq më bunë të bëhet kjo gjë, aq më shumë, sa më shumë perspektiva, Është më larmishme, është vitale. Më e larmishme bëhet e gjitha. Kështu që nuk do të dëgjosh kur nga unë, as sot, as asnjëherë që unë them. Unë e dëgjoj nga miqtë e mi dhe së Space-it gjithmonë, sepse unë jam një pro-gjerman fanatik si kulturës, si gjuhës, edhe i kam dhe vdekje njerëzit që thonë që është gjuhë e shpifur, është një vend që unë e kam dashur që prej moshës shumë fare të vogël, që kur filloi që të ndajë shtetet domethënë. Kështu që unë jam goxha mbrojtës e tyre, po është diçka që e dëgjoj dhe do e kisha vërtet dëshirën domethënë ta thosha, sepse është vërtet shumë naive të mendosh që është okay deri diku për një të huaj të thoj këtë, sepse është okay në fakt. Këta ja lejojnë të huajve të thonë gjëra të tilla, janë ato është ky lloj stereotipi domethënë që gjithmonë batter down. Ti mund të thosh lloj gjëra të tilla domethënë dhe nuk mund të kthehen sepse duket sikur janë agresiv, duket sikur bëjnë ato gjëra. Edhe është një lloj atmosfere domethënë që çfarë lloj gjë ndodhi, mos e gjermanë, mos ata ashtu janë, apo se kështu janë. Është jeta që si do ju vinte juve nëse gjermanët do thoshin atë për juve. Ore, unë shkoj në Shqipëri, se tani mezi po pres shkoj se si ras me pushime dhe mezi pres shkoj, domethënë direkt mbas zgjedhjeve jam një javë në Shqipëri, o zot mezi e pres. E thash 5 herë, por shembull, shkon tani ti i ke ditës, mund të të ndodhur edhe ty, po i ke ditët e numëruara, oraret, e lë me dikë, pastaj me dikë tjetër. Pres gjysmë ore, më vjen një shoqe për drek. Vjen shoqja, unë kam rronë punën dhe më po iki tani, unë kam edhe me të tjerët. Nuk kanë, domethënë, jo të gjithë sigurisht, po ama si e bë shumë gjermane. Jo, nuk jam bë shumë gjermane, thjesht kam respekt për kohën time, sepse nuk edhe sikur të vija dhe të njëjtën gjë bëj edhe këtu. Nuk funksionon, domethënë korrektësia nuk është diçka gjermane, por është diçka që ka njeriu nuk ka. Dhe domethënë është një respekt për veten, për kohën tënde dhe për kohën time që të kemi një lloj baze ose shikon që dikush bën një koment që nuk ka pik lidhje, që është ose seksist ose racist ose në momentin që ndërhyn, po erdhi foli kjo gjermanik. Jo, ma do na tregoni ju ne tash erdhët juve nga jashtë dhe na bën. Mua më thonin që në Shqipëri para se të vija këtej, më thonë, se kam pasur këtë që jo që e vogël, po që kur fillon të thu me këtë punën e padrejtësisë, domethënë kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që kam pasur gjithmonë që po si thonë, se bota e padrejtë është. Bota e padrejtë është, nuk do e drejtosh ti tash. Jo, unë do e drejtoj me sa mundem, sepse shiko, the big picture, çfarë lloj gjëje që ne bëjmë sot këtu, edhe kjo që po bëjmë ne të dy, ka një lloj impakti, nuk do ndryshojmë ne botën, po nëse 5 veta e dëgjojnë tani ose 50 ose 500 whatever, ka një lloj paktën ju vjen ky diskutim në vesh dhe okay, interesante, që ka dhe kjo, po shiko, a ju duket mirë, a ju duket keq, është gjë tjetër, po të paktën shihet që shiko se mund të kesh minimalisht 2 mendime të njerëzve që e shohin jetesën në Berlin ose mënyrën se si funksionon ndryshe, ose thjesht fakti që ne e hapim si diskutim. Edhe saying that, për shembull, është e njëjta gjë, një problem që ndodh në Neukölln, është një problem që merr proces madhor, nuk di si thuhet, po që arrin domethënë ose diçka që ndodh diku në një vend tjetër, një konflikt që ndodh në Gaza dhe në Izrael, vjen edhe në Neukölln, sepse njerëzit ose një problem që na ndodh neve me serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës, vjen edhe në Berlin, sepse edhe këtu mund të domethënë janë problemet në ditët e sotme, është siç mund ta sjell globalizmi, lëvizja e njerëzve je ndërlidhur gjatë gjithë kohës, është e pashmangshme. Patjetër, nga Meta ebene në domethënë dhe është një gjë që asnjë lloj
diskutimi ose asnjë lloj gjë nuk është si bie, çdo gjë që ne bëjmë dhe çdo gjë që ne themi mund të ketë impakt për një big picture më të madh ose the other way around. Kështu që tani mua do më shajm pak se thonë kjo ngeli duke folë anglisht, po big Ashtu picture nuk ka ndonjë gjë, thjesht pasyra më e madhe ose piktura më e madhe e gjërave, nuk ka rëndësi fare, kuptojnë të gjitha që le, edhe ata që bëjnë ashtu në vetin në mesazhet e tyre private ashtu shkruajnë, po që pra, ABC, always be communicated. Edhe unë prandaj e bëj këtë që nuk marr asnjë lloj gjëje, nuk kanë asnjë lloj domethënë detyrimi, nuk po dëron njëri, thjesht më duket diçka jashtëzakonisht shumë e bukur dhe ABC që always be communicating sepse unë e dija se kur nuk kisha bërë asnjë gjë, po kësaj radhe që isha, domethënë kam pasur disa eksperienca jashtëzakonisht shumë të bukura me njerëz, domethënë kisha eksperiencën time të parë në rrugë për një personi që më njohi nga podcasti. Edhe të tjerë, po, edhe të tjerë që ishte unë ngela në çik si guak, nuk dija çfarë të thoja, po që nuk isha mësuar. Edhe po kishte edhe disa gjëra tjerë, ishin shumë njerëz të tjerë që i takova, do që kishin një mendim shumë të madh rreth meje që unë s'e kam asnjëherë për veten time, no. Por gjithsesi ti e the pak më përpara që respekton kohën tënde dhe unë respektoj kohën tënde jashtëzakonisht shumë, edhe për mos u mbajtur shumë kam një pyetje tejet private për veten time, domethënë prap te individi. Me atë punën e me atë punën e dyshtetësisë. Çfarë u bë? Çfarë u bë? Se nga tani, për sa i përket dyshtetësisë, te ky dokumenti që që të bëjmë prap lidhjen e demonstratës sot, te dokumenti që kishte dalë në mërkurën për atë takimin që është bërë në fund të nëntorit, thuhej nga një deputet i AFD-s, domethënë Partisë së Djathtë Ekstreme, që shiko, prandaj unë nuk po citoj këtë deputeten, prandaj unë dhe ne si fraksion nuk jemi më kundër dynën shtetësisë, sepse do jetë më e thjeshtë për ne në momentin që dikush do ketë edhe pasaportën tjetër edhe gjermane, t'i heqim gjermane dhe ta kthejmë vend vet. Se po e them me shumë shkurtimisht, sepse më bëri shumë përshtypje që edhe kjo gjë ishte thënë. Për sa i përket tani të kthehemi te çështja, është me sa di unë kur është marsi këtij viti, domethënë po presim. Hakan Demir është një deputet nga Berlini, nga Neukölln për Partinë Socialdemokrate, është ai që merr këtë punë. Ne punojmë shumë ngushtë edhe me zyrën e Hakanit sepse jemi domethënë edhe shoqëri nga Berlini. Edhe mua nga që më pyesin shumë shqiptar për këtë çështje, jam ajo që i çoj gjithmonë kërkesa zyrës Hakanit, dhe i them kaq njerëz më kanë pyetur si është çështja, por që deri tani nuk është futur akoma në fuqi, me sa di unë, por që mund ta çek edhe një herë, sepse për këtë vit nuk kam pyetur akoma. Me sa di unë futet ose pretendohet futet nga 1 marsi, por janë disa ligje paraprake janë disa ligje paralele që po funksionojnë, si është Einwandergesetz. Dhe kjo është një gjë shumë interesante, nëse na dëgjojnë shumë njerëz, ndër të tjerë edhe mami im, e cila më bën pyetje para mesit dhjetorit. Është një informacion që qarkullon në Shqipëri, që është gabim. Informacioni që njerëzit që jetojnë në Gjermani kanë të drejtë të marrin prindrit. Dhe unë po shija që po më bënte mami disa herë si pyetje, po shiko dhe në një moment ta shiko. Më vjen një grua gjithmonë te dyqani edhe më thotë, shiko se me sa po kuptoj unë, vajza jote nuk do që të bëjë tërheqje bashkim familjar, sepse unë kam dëgjuar këtë dhe këtë. Edhe unë prap te zyra Hakanit, prap email, prap përgjigje. Tani, që ta sqarojmë një herë dhe mirë për të gjithë. Në momentin që dikush vjen nga Marsi në Gjermani me punë, domethënë kushdo qoftë një shqiptar i thjeshtë që vjen në Gjermani me punë edhe qëndron dhe merr një leje qëndrimi për më duket 4 vite, paguan taksa etj, por dita është Mars 2024, ky person ka të drejtë mbas sa vitesh të bëjë bashkim familjar me prindrit. Ndërkohë, problemi që un kam shtruar është ne të dy, ti që je pa pasaportë ka ardhur, le të themi 2014,
dhe ke një leje qëndrimi këtu, nuk e din qoftë se ke blu karte, Po. ti nuk ke të drejtë të marrësh prindrit e tu këtu. Unë Dora 2010-a, pasaportë gjermane, nuk kam të drejtë të marr prindrit, sepse nuk është bërë ndryshim as në ligjin e të marrit pasaportës, nuk është bërë ky update që shikoj se është një lyke datëvishën. Nuk është bërë as te njerëzit që kanë të drejtë të marrin leje qëndrimi, por është bërë, domethënë, i vetmi ligj që po futet ose që do futet është kjo Vereinwanderungsgesetz për të gjithë njerëzit që vinë nga data 1 mars. Dhe mua më duket kjo gjë shumë e padrejtë. Edhe jo Unë mendoj se kjo unë- është gjë idiote përpara se të jetë e padrejtë. Si mund të bësh, domethënë, ligji këta që vinë nga 24 ta bëjnë, kurse këta që kanë gjithë jetën këtu që paguajnë taksat, domethënë, të fryjnë syt. Sepse, shiko, unë jam shumë e sigurt që kjo gjë do korrigjohet, por duke qenë se po lexoja këtë ligjin që futet nga data 1, edhe po bënte shumë përshtypje tash s'ka mundësi, sepse jam shumë dakord që janë marrë vetëm me këtë ligj dhe kanë lënë bazdore të updatojnë ose të korrigjojnë këto dy ligjet e tjera. Edhe madje po ju them shiko se po bëja domethënë një diskutim edhe të puna, edhe do shkruajmë një kërkesë ose ankesë që të shkojë nga partia në fraksion që të merret parasysh si gjë, sepse në qoftë se një parti e djathtë e djathtë ekstreme, si AfD, e merr këtë informacion, edhe thot, kemi arritur në këtë moment në Gjermani që të huajt që vinë, trajtohen më mirë se sa gjermanët e rinj që kemi ne, që kanë marrë pasaportë. You get my point? Edhe në momentin që i thash të gjë, disa deputetë ishin kështu, duhet ta shohim po është një skandal shumë i madh në fakt. Po ta mendosh, është një gjë që unë e kuptoj që nuk është marrë akoma në konsiderat dhe nuk është se është mbyllur si gjë, por në kështu pikash ti e kuptojnë që mundohen diku për mirë, sepse normalisht duke qenë se na duhen edhe shumë punëtor, është një gjë shumë e mirë të thuar shikon në momentin që vjen nga data dhe është marrë thjesht si data 1 mars 2024, ti futesh me këtë ligjin e ri etj, por është harruar që të shihet edhe në ligjet që xha ekzistojnë, që na kapin ne të dy, dhe është rast shumë më kupton ne të dy si pa mund të marrim edhe njerëz të tjerë, pa e çuar në personale, por që këto janë domethënë, kështu që për sa i përket dy shtetësive, duhet të presësh edhe pak, por që nuk e di nëse ke aplikuar ose si është. Jo, s'kam aplikuar akoma, thjesht po e pres sepse pavarësisht se e dua shumë si vend Gjermaninë, edhe atë timi nuk është se dua hiç, kështu që nëse do ishte mundësia do i mbaja të dyja. Unë për shembull jam lënë pasaportën shqiptare, nuk është se kisha ndonjë mënyrë tjetër, me thënë drejtën, kur e kam marrë në 2019 dhe për mua ishte shumë e rëndësishme ta merrja sepse më hap të tjera mundësi në punën që bëj dhe ishte shumë, kisha 9 vite që merresha me aq shumë angazhime politike dhe është pak një ndesi shumë e çuditshme të merresh gjithë ditët me atë punë, që thuash njerëzve ju lutem shkoni votoni, se unë nuk kam votë vet, por nëse të lutem ti voto. Edhe e bëja edhe si propagandë që shiko, bëju zëri im. Por vjen momenti që do të bëhesh vetë zëri yt. Kështu që një moment mjafton. Po mirë, të shpresojmë që të futet diku. Dorita, unë të falenderoj përzemërsisht, ishte një bisedë fantastike. Shpresoj që ti ta ke shijuar deri dikush. Shpresoj që të gjithë ta që kanë dëgjuar deri tani në fund ta kenë shijuar dhe normalisht që do ju ketë pëlqyer. Përderisa jeni deri në fund, kështu që shpërndajeni me miqtë tuaj, bëuni pjesë e Buçi Podcast në Patreon që na mbështesë që të japim gjërat e tjera. Do kemi një pauzë në episodet e radhës që do vinë më vonë për disa arsye personale që si tregojmë, por që e din gjithë tashmë nga episodet përpara. Edhe po shpërndani me miqtë tuaj, siç e përmendi Dorita pak më përpara, debatoni me njëri tjetrin, komunikoni me njëri tjetrin, ndajini idetë tuaja, sidomos kur ato janë të ndryshme, bëni debate politike, edhe në qoftë se ato janë të ndryshme nga njëri tjetri, mos u zini Rama Berisha se ata ato punë kanë, por
filloni edhe bëni gjërat siç do të doni për veten tuaj, ato çfarë duken juve të drejta, sepse nga aty nis çdo gjë. Një individ i shëndetshëm bën një shoqëri të shëndetshme, e anasjellta nuk vlen asnjëherë. Kështu që ju falenderoj që na dëgjua Dorita, nëse ke media sociale, gjëra që njerëzit mund të ndjekin, mund t'i thosh, domethënë. Ja, shumë faleminderit për ftesën, edhe shumë faleminderit që ti je fiks në orën 7, që ti je shumë e sinqert, nuk e dija fare në çfarë drejtimi do shkojë intervista, kështu që herës tjetër po e ftoj veten, me shumë qeve dhe me më shumë minuta. Do më interesonte shumë qoftë se, domethënë kushdo që t'ishte interesuar, ose edhe dikush që thjesht nuk ju dukën fare interesante ato që tham ne sot edhe kanë komplet mendime të ndryshme, u vdes për këtë pjesën, sepse dua shumë që të kuptoj, okay, ndoshta jemi dhe ne në një bubble e cila është në një botë pra kemi ne gabim. Mund t'jemi edhe ne gabim, domethënë nuk dihet kur. Kështu që gjithsesi ne mund të jemi shumë gabim, por nuk do jemi kur me atë pjesën që të jemi për racizmin ose seksizmin etj. Kështu që në disa pika nuk është ishim shumë gabim sot, por jam shumë kurioze si është duk tjerëve, kështu që mua mund më gjeni gjithandej Dora Gjura, LinkedIn, Instagram, whatever, edhe unë jam dhe nga të njerëzit që lexoj gjitha mesazhet që më vijnë, kështu që për çdo pyetje, për çdo gjë, thjesht më shkruani, na shkruani dhe shumë faleminderit për ftesën, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Kam disa tema të tjera për ty, por siç e thash, nga që kishim kohën e limituar kësaj radhe, kam shumë gjëra që dua të diskutojmë bashkë dhe specifikisht bashkë, por nuk dua t'i bëj spoil as ty, as publikut, kështu që neve do dëgjohemi dhe do shihemi herën tjetër. Unë të falenderoj përsëri dhe shihemi herë tjetër njerëz. Ja kalofshi bukur, ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI. Ne, po.